sikur se e dim në kuvend praktike votimit, ka qenë vota e hapur, po ashtu e gjetur e rëndësishme e që theksohet është domosdoshmëria e bashkëpunimit në këtë rast, pra në rast të mungesës shumicës, e bashkëpunimit mes forcave politike, edhe ajo që është tani vendim i gjykatës kushtetuese për këtë gjetura në shpjegimet paraprake, ndërsa në vendim është edhe kohëzgjatja, që janë 30 ditë. Deri tani ka ndodhur kundërta, pra në seancë në parlament, pra kësaj here, është ndrru praktika e votimit në mes të votimit, që është një precedent, pra nuk është në bazë kushtetuese, po ashtu që është tepër e rëndësishme, si diçka e re që ka ndodhur, është edhe insistimi i marrjes së votës pa marrëveshje, pa kompromis. Ne si Aleancë, duke pa këtë gjendje, edhe këtë situatë, pra me drejt ju ke drejtuar gjykatës kushtetuese, në mënyrë që të gjendet rruga për me dalë prej ku jemi. Ajo që vlerësojmë tani pas vendimit gjykatës është që janë pjek kushtet, pra janë pjek kushtet, me u kthye praktika e votimit e votës së hapur, janë kriju këto kushte, gjykata e ka dhënë shpjegimin, njëkohësisht janë pjek kushtet edhe për konsulta, për të dakordu për kandidatin, pra se kompromisi, bashkëpunimi, i ndërsjellë përgjithësia e përbashkët nën kupton, pra edhe një dakordim për kandidaturën në këtë rast, në këtë seancë për mos me leju me shku me të vjetrën, me ja fillu e me e kry pa rezultat, kemi ra dakord edhe me nënkryetaren, në këtë rast shefi e grupit parlamentar, zonin time Kadria, që është edhe autore e kërkesës në tonë në gjykat, po që e mbështetur edhe prej deputetëve gjitha partive politike opozitare, kemi ra dakord që të kërkojmë një konsult me kryesuesin e kuvendit, sikurse edheni kryetari vetëvendosjes ka kërkuar një konsult për nesër, po ne nuk guxojmë me u sjell me të vjetër në këtë seancë, se atëherë do ta vazhdojshim praktikën thosë s'ka ndodhur kur gjë, e ne do të kërkojmë një konsult kryesuesit të seancës në këtë rast zoti Dehari, në mënyrë që ta diskutojmë pra mundësinë e kthimit në votën e hapur dhe njëkohësisht dakordimin për kandidat. Shpresoj që do gjendet një zgjidhje pra para seancës, edhe i lush deputetët e shumicës, i lush deputetët e Kuvendit Kosovës gjithë që ta shfrytëzojmë këtë mundësi që na është dhënë. Është ndrru procedura e votimit. Pra kthimin e praktikën, ashtu si ka thonë gjykata kushtetuese, nuk i sjell dëm askuj, as vetëvendosjes, as një tjerëve, kryesuesi i kuvendit mundet me thonë se ka dakordim politik, me u kthy në vot hapur, pra mundet me thonë, është diçka e mujshme në përputhje me kompetencat e tij, në as dakordimit politik, edhe nëse kërkohet një vot formale me kthy në vot hapur, ne jemi këtu, dhe njëkohësisht rreziku sot më i madh është se shifni e vesh një situatë. Ju lutem, seanca është thirrur për sot, pas vendimit gjykatës. Imagjinoni ne me hy në seancë me të vjetrën. Nuk është mirë me hy me të vjetrën, edhe i bëj thirrje të gjithëve që ta kuptojnë se po e përsëritem edhe një herë praktikën e drejtashme ne jemi ka hyrë pa kufi kështu. Jo, me drejtë është për me marrë pjesë në votim, po ashtu praktika e votimit cila është. Tani ne nuk po thojmë që mos e marr pjesë në votim. Ne po thojmë nëse duhet vot me kthye votën që ka qenë praktika e votimit, që e ka parapar dhe gjykata, ne mund të ndihmojmë kthimin vot hapur, mund të bim dakord për kandidaturën, edhe të votojmë sot. Çka është rreziku, shiqone, unë e kuptoj lojen me ftesa, me shkresa, me takime, kërkesa që me tregu popullit që je i mirë ti, e na kithirë në konsulta nesër. A mos si do të veprohet në këtë seancë, lutem. Nëse ne pas vendimit të gjykatës, edhe njëherë bojmë njëjtë si më përpara, ko të kaftuaj takimi nesër. Pra, takimi dohet, konsultat është dashme ndohë sot prej 8-ve, prej 9-ve, prej 10-ve dhe 11. Ekziston mundësia, kur thirret seanca, se seanca është thirrë, pa ja nuk mbyllet pastaj, ekziston mundësia me vazhdu me konsulta, me njëherë pas hapjes seancës. Ju lutem,
ne kemi dhënë ato mendimet tona, shimujmë me dalë prej kësaj gjendje. Pra nëse duhet vota jonë e aleancës, nëse ka vetë vendosje, votën, ajo është e drejtë e tyre, dhe ose nëse e gjenë dikon. Nëse ju duhet e jona, ne i kemi ato sugjerime tona, dhe i kemi dhënë publikisht. Që që dini, nuk është veç votë kundër, po sugjerimi ynë, dëshira jonë për votë. Unë e ndëgjova edhe zotin Goniufqa, edhe zonë Haqim në konferencë ma heret, edhe ata e përsëritin e ndërlidheshin kryetarin me nënkryetarin. Mirë bre, hajde ta shihim njëherë problemin e kryetarit. E pastaj të kalojmë te cili do problem që pasam. Nesër çka bëni? Nesër